Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemi në vazhdim të projektit të librave, në vazhdim të punës me kanalin tonë në YouTube Shtëpia e Dijes, në vazhdim të përkthimit të librave sipas lëndëve përkatëse, siç e kemi prezantuar më herët në projekt. Jemi duke nisur një seri video shpjeguese ose përkthyese të librave në lëndë të ndryshme, dhe sot inshallah do të jemi në videon e parë të lëndës së fikhut, duke pasur si referencë librin që shikoni. Është një libër i cili titullohet në arabisht Mawsu'atul Fiqh ala al-madhahibil arba'a, të cilin e kemi përkthyer në shqip Enciklopedia e legjislacionit sipas 4 shkollave juridike. Autori i librit quhet Ibn Najjar ed-Diyati. Ky ishte vëllimi i parë nga 25 vëllime, është i pari. Shtëpia botuese që e ka nxjerr në vendet arabe është Daru Taqwa, dhe përkthimi i tij ka filluar në nëntor të vitit 2025. Si zakonisht, pjesa e parë që përkthehet është hyrja, të cilën shkruan autori për të prezantuar atë se çfarë ai trajton në libër, si dhe metodologjinë dhe të dhënat e përgjithshme në lidhje me librin. Dhe pa humbur kohë, vazhdoj me fjalën e tij në gjuhën arabe ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musbagh an-ni'am wa musawwagh al-qisam wal munfarad bil qidam wal bari an-nisam ala ma waffaqa min man ijtabahu min ibadihi lit-tafaqquh fi ad-din wa توجه بذلك في الذكر الحكيم فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Përkthimi në gjuhën shqipe: me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirbërësit, falënderimi i takon Allahut, dhuruesit të mirësive, atij që ndan furnizimin, të vetmit me përjetësi, krijuesit të shpirtit dhe jetës, falënderimi i takon atij që udhëzoi disa nga robërit e tij për t'u thelluar në dijen e fesë dhe i nderoi me përmendjen e tij në librin e urtë, kur tha, ndërkohë që ai është më i vërtetë i ndërfolësit, e pse të mos dilte nga çdo grup prej tyre nga një palë që të thellohen në dije për fen. Ky ajet përmendet tek sura At-Tauba dhe është inkurajues dhe nxitës për marrjen e diturisë dhe për thellimin në kuptimin e fesë. Më herët kemi përmendur që kjo gjë ndikon në përmirësimin e të gjitha çështjeve të tjera që trajton feja. Sa më mirë ta kuptosh fen, aq më shumë ndikon që të përmirësohesh në të gjithë parametrat. Më pas thot autori: Ahmeduhu subhana ala ma hada bi manhajihi dina wa arkan ash-shari'ati al-gharra wa sadda bi ahkamihi furu' al-hanifiyyati as-samha subhanahu amma yushrikun fadluhu wa ihsanuhu wa atamma hujjatahu wa burhanahu wa dhahara amrahu wa sultanuhu subhanahu ma a'zama sha'nahu asbagha alayna bi fadlihi malabisa in'ami wa bassarana min shar'ihi bi halalihi wa haramihi ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin wa ashkuruhu shukran يعد عدد الأيام والسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة وانقيادها المطلع على ضمائر القلوب في حالة
افتراقها واجتماعها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت المبعوث رحمة للعالمين ونورا لسائر الخلائق إلى يوم الدين. Përkthimi: e lavdëroj atë të madhëruarin që na udhëzoi drejt rrugës së fesë së tij dhe shtyllave të sheriatit fisnik dhe gjykimeve të drejtësisë së qartë. I lartësuar qoftë ai që e përhapi mirësinë dhe bamirësinë e tij, që e përforcoi argumentin dhe dëshminë e tij, që e shfaqi fuqinë dhe sundimin e tij. I lartësuar qoftë ai sa madhështor është pozicioni i tij. Na veshi me veshjet e mirësive të tij, na bëri të shohim qartë halallin dhe haramin e ligjit të tij. E lavdëroj me falënderim që i përket falënderuesve më të sinqert dhe e falenderoj sa numri i ditëve dhe viteve që kalojnë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit që nuk ka ortak, që di se çka në zemrat e krijesave, që i njeh ndjenjat e tyre kur afrohen dhe bashkohen në bindje ndaj tij. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij, prisi të devotshmëve, i dërguar nga shtëpia më e mirë, si mëshirë për botët dhe si dritë për të gjitha krijesat deri në ditën e gjykimit. Më pas thot autori: Ersalahu hina darasat a'lamul huda wa dhaharat a'lamur rada wa tmassat manahijul haq wa afat وأشرف مصباح الصدق على الانطفاء فأعلى من الدين معالم ومن حكم الشرع دلائل فانشرح به صدور أهل الإيمان وإن زاحت بشعائه أهل الطغيان فسكتت الأصوات ما دامت السماء والأرض هذه في شموعها وهذه في أسباعها وعلى آله البرر وصحبه الخير مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم وخلفاء الدين وخلفاء اليقين الذين بلغوا من محاسن الفضائل الغاية ووصلوا من مكارم الفواضل نهاية النهاية الحافظين لمعالم الدين والناظرين في أسراره والناطقين بما جاء عن الله من الوحي والبيان ولما يعود بعد والدائعة وحفظوا على اتباعه أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنة الشريفة من ضياعها. Përkthimi: ai u dërgua në kohën kur shenjat e udhëzimit ishin zhdukur dhe shenjat e humbjes ishin shfaqur, kur drita e së vërtetës ishte fikur dhe gjurmët e saj ishin zhdukur. Atëherë Allahu e ndriçoi me të llampën e së vërtetës që nuk shuhet dhe me anë të tij lartësoi shtyllat e fesë, i bëri të dukshme argumentat e ligjit hyjnor. Zemrat e besimtarëve u mbushën me krenari për të dhe me dritën e tij u larguan hijet e zullumqarëve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, përsa kohë që të ekzistojnë qiejt dhe toka. Këto janë dritat e tij dhe këto janë rrezet e tij, dhe mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij të mirë, dritat e kombeve, çelësat e bujarisë, pasuesit e fesë dhe të bindjes, të cilët arritën shkallën më të lartë të virtytit dhe përfundimin më të bukur të vlerave. Ata ruajtën shtyllat e fesë dhe rregullat e saj, i ndoqën gjurmët e saj, i mundën epshet dhe djallin, nuk e braktisën pas dërgimit të tij, por ecën në gjurmët e tij, ruajtën fjalët dhe veprat e tij derisa me ta u sigurua suneti fisnik nga humbja. Më pas thot autori: Wa ba'du fa innal ilma wa in kanat tata'adhamu sharafuhu wa tattali'u fi sama'il ula kawakibuhu sharafan
فلا مرية في أن الفقه أجلها قدرا وأعلاها فخرا وأبلغها فضيلة وأجمعها وسيلة لأن به يعرف الحلال والحرام ويدين الخاص والعام وتبين مصابيح الهدى من ظلام الضلال وظلال الظلام قطب الشريعة وأساسها وقلب الحقيقة الذي إذا صلحت فهو أولى ما أنفق فيه نفس الأوقات وأشرف ما يجهد في إدراكه وتمكن منه أصحاب الأنفس الزكية وبادر إلى اهتمام به المسارعون إلى المكرمات وسارعوا إلى التخلي به مستبقو الخيرات وقد تظاهر على ما ذكرته جملة من آيات القرآن الكريمات والأحاديث الصحيحة النبوية المشهورات ولا ضرورة إلى الإطناب بذكرها هنا لكونها الواضحات الجليات. Thot autori në përkthimin gjuhën shqip, pas kësaj dia, sado që tjetë e lartë në grada dhe sado që yjet e saj të ndrisin në qiellin e lavdis, nuk ka dyshim se fikhu është më e larta ndërto në vlerë, më e madhërishmja në nder, më e madhe në virtyt dhe më gjithëpërfshirësja në dobi, sepse përmes saj njihet halali dhe harami. E njohin të diturit dhe njerëzit e thjesht, me to ndriçohen dritat e udhëzimit nga errësira e devijimit dhe hijet e errësirës. Ajo është boshti i sheriatit dhe themeli i tij, zemra e së vërtetës e cila kur përmirësohet, gjithçka përmirësohet. Prandaj është më e merituara që njeriu t'i kushtoj kohën dhe mundin e vet për të kuptuar dhe përvetësuar, sepse në të shquhen njerëzit e shpirtit të pastër, të cilët garojnë drejt virtyteve dhe nxitohen për të kryer vepra të mira. Zbukurimi me këtë virtyt është shenjë e atyre që garojnë në të mira. Për këtë që përmenda, janë dëshmuar shumë ajete të Kuranit fisnik dhe hadithe të sakta profetike të njohura. Nuk ka nevojë të zgjatemi për t'i përmendur këtu, pasi ato janë të qarta dhe të ndritshme. Këtu dëshirojmë të bëjmë një koment të vogël. Autori në këtë paragraf ka treguar për rëndësinë e madhe që ka lënda e fikhut ndërmjet lëndëve të shumta që trajton feja dhe që gjithashtu po përpiqemi t'i trajtojmë dhe ne nëpërmjet këtij programi ose këtij projekti. Porse në vetvete, në rast se shikon libra të autorëve të ndryshëm në lëndë të ndryshme, pothuajse secili prej tyre e vlerëson lëndën e vet kështu siç e vlerëson autori në fjalë këtë lëndë që ne po trajtojmë. Kështu që po të bazohemi thjesht tek dëshmia e autorëve, është shumë e vështirë të ndajmë një lëndë që të themi që kjo lëndë është më e mirë se sa të gjitha të tjerat, për shkak se të gjithë thonë për lëndën e tyre që kjo është më e mira. Dhe edhe nëse ne nuk e bëjmë një ndarje të tillë, sërish ato ngelen të gjitha me shumë vlerë, për këtë arsye mund të themi që të gjitha janë maksimale në vlerë. Më pas, thot autori, وقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن يبقى فيها طائفة منها على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداء الناس بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأنبياء لأبنائها وأظهر في كل طبقة فقهاءها أئمة يقتدى بهم إلى يوم القيامة وجعل في سلف هذه الأمة أعلاما من الأعلام مهدوا قواعد الإسلام
وأوضح من مشكلاته الأحكام. اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باتباع آثارهم لما اختصهم الله من نور أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم. فعلت أقوالهم مدار الأحكام ومذاهبهم يبنى عليها فقه الإسلام. Përkthimi. Dhe Allahu i lartësuar i ka bërë mirësi këtij ummeti duke lënë gjithmonë një grup prej tij në të vërtetën, të cilëve nuk u bën dëm kush i braktis apo kush i kundërshton derisa të vijë urdhri i Allahut dhe ata të jenë në këtë gjendje. Shkaku i qëndrueshmërisë së tyre është qëndrueshmëria e dietarëve të tyre, ndjekja e udhëzimit të imamëve dhe juristëve të tyre. Kështu kjo bashkësi është si bashkësitë e mëparshme që kanë pasur imamët e vet nga bijtë e saj. Pra bijtë e kësaj bashkësie. Në çdo brez ka pasur udhëheqës të dijes që janë ndjekur në mendimet e tyre. Allahu ka bërë që në mesin e dietarëve të kësaj bashkësie të ketë prijës të udhëzuar në parimet e Islamit, të cilët kanë sqaruar çështjet e ndërlikuara të gjykimeve fetare. Pajtimi i tyre është argument i prerë, ndërsa mospajtimi i tyre është mëshirë e gjerë. Zemrat gjallërohen me tregimet për ta dhe lumturia arrihet duke ndjekur gjurmët e tyre. Kush prej tyre është veçuar në klapa me dituri dhe devotshmëri, ka fituar nderin dhe pozitën më të lartë dhe është përjetësuar kujtimi i tyre dhe medhhebet në klapa shkollat juridike, pra dhe medhhebet e tyre. Mendimet e tyre janë bërë baza të gjykimeve dhe prej tyre është ngritur jurisprudenca e Islamit, ose thënë ndryshe është ngritur lënda e fikut. Më pas thot autori: وهم الأئمة الأربعة الأعلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم من الله الرحمة الواسعة والرضوان. فهم كما تشير السماء اليوم بالأكف الأصابع وبشمع الأنوف يخضع لهم كل شامخ الأنف رافع. حلقوا على سرور الإسلام كسوار المعصم في اليد. زين الله الأرض بمواضع أقدامهم فهم أصحاب الفضل على أهل المشارق والمغارب. فقد ملأوا عليهم الآفاق وأذعن لهم أهل الخلاف والوفاق. فجزاهم الله عن صنيعهم جزاء موفورا وجعل علمهم مقبولا وسعيهم مشكورا. ولم تزل الأئمة الأعلام قديما وحديثا كل منهم مذهبه لفضله ومشتغل بقراءة كتبهم. Përkthimi, ata janë 4 imamët e mëdhenj të njohur: Ebu Hanife, Malik, Shafi dhe Ahmedi, Allahu i mëshiroft me mëshirë të gjerë dhe qoftë i kënaqur me ta. Ata janë si yjet e qiellit, tregohen me gisht me respekt, njerëzit me krenari përulen përpara tyre, kanë ngritur Islamin si një kuror rreth dorës. Allahu e ka zbukuruar tokën me vendet ku kanë shkelur këmbët e tyre. Ata janë njerëzit e virtytit mbi lindjen dhe perëndimin, kanë mbushur horizontet me dritën e tyre dhe njerëzit e pajtimit dhe të kundërshtimit u janë nënshtruar. Allahu i shpërbleft për veprat e mira me një shpërblim të plotë dhe u bëft punën e tyre burim mirësie dhe begatije të vazhdueshme. Ata janë pranuar me falënderim për përpjekjet e tyre dhe dietarët e mëdhenj të hershëm dhe të vonshëm gjithmonë kanë pasuar secili medhhebin e vet për shkak të meritës së tij, domethënë të medhhebit, dhe kanë qenë të angazhuar me leximin e librave të tij, domethënë të një medhhebi të saktuar. Më pas thot autori:
من أجل ذلك قمت بتأليف كتاب هذا موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة. جمعت فيه أقوال المذاهب الأربعة بدءا من الأئمة إلى كل علماء المذهب من المتقدمين والمتأخرين. وكان عملي هذا في هذا الكتاب بعد ترجمة عن الأئمة الأربعة ومقدمة ذكرت فيها أسباب اختلافهم وهل الحق واحد أو كل مجتهد مصيب. ما يلي. Për këtë arsye u mora me përpilimin e këtij libri, Enciklopedia e Fikhut ose legjislacionit sipas 4 medhhebeve, sipas 4 shkollave juridike, pra librin që ne po trajtojmë, në të cilin kam përmendur mendimet e 4 medhhebeve duke filluar nga vetë imamët themelues e deri te dietarët e medhhebeve, si të hershmit ashtu edhe të vonshmit. Puna ime në këtë libër, pas një hyrje për jetën, ose mund të themi një biografi të shkurtër për jetën e 4 imamëve dhe një parathënie ku kam përmendur shkaqet e mospajtimeve të tyre dhe çështjen nëse e vërteta është një apo mujtehidi ka të drejtë në ijtihadin e tij, përfshin atë çfarë vijon. Dhe këtë pjesë që vijon autori e ka ndarë në disa pika. Thot: "Awwalan أجمع أقوال المذاهب الأربعة في كل مسألة." Së pari thot, mbledh mendimet e 4 medhhebeve për çdo çështje. Kjo është metodologjia që ka ndjekur autori gjatë përpilimit të librit. Më pas thot: "Thaniyan adhkuru al-adilla allati istadallu biha sawa'an kanat sahiha aw da'ifa wa sawa min jiha an-niss Qur'anan wa sunnah أو من جهة القياس أو من غيرها." Së dyti, përmend argumentet që ata kanë përdorur, qofshin ato të sakta apo të dobta, qoftë nga teksti i Kuranit apo Sunetit, apo nga analogjia, që quhet në arabisht el-qiyas, ose burime të tjera. Më pas thot autori: "Thalithan adhkuru jami' al-aqwal fi kulli madhhab ar-rajih wal-marjuh والمشهور وغير المشهور في المذهب وكذلك الروايات عن الإمام الواحد أذكرها وأبين من اختارها من أصحابه." Së treti, përmend të gjitha mendimet brenda çdo medhhebi, mendimin më të fortë, më të dobtin, më të njohurin dhe më pak të njohurin në çdo medhheb. Po ashtu përmend transmetimet e ndryshme nga imami i një medhhebi dhe tregoi se cilët nga nxënësit e tij i kanë përzgjedhur ato. Më pas, rabian adhkurul masadir allati waqaftu alayha wa naqaltu minha aqwal al-ulama fil hamish. Së katërti, përmend burimet në të cilat jam mbështetur dhe prej së cilave kam transmetuar fjalët e dietarëve duke i shënuar në fund të faqes. Më pas, khamisan i'tamadtu ala aqwal kull madhhab min kutub al-madhhab nafsihi, sawa al-mutaqaddimin minhum aw al-mutaakhirin. Së pesti, jam mbështetur në fjalët e çdo medhhebi që janë marrë nga librat e vet atij medhhebi, qofshin nga dietarët e hershëm apo të mëvonshëm. Pra te kjo pikë autori ka për qëllim që ka trajtuar medhhebet nga fjalët e vet atyre që e kanë përpiluar medhhebin, dhe jo duke ju referuar për shembull një medhhebi kur flet për një medhheb tjetër apo të një dietari që është jashtë atij medhhebi por që flet për atë medhheb. Më pas, është si të thuar që ka trajtuar duke u bazuar te fjalët e një personi çfarë thot për veten e tij dhe jo mbi atë çfarë thon të tjerët për të. Më pas, sadisan ubayyinu as-sahiha wal-mu'tamada wal-mashhura fi kulli madhhab fi kulli mas'ala وكذا الأقوال الأخرى غير المعتمدة والصحيحة من كل مذهب ولا أرجح المسألة ترجيحا من عندي وإنما أبين الراجح والمعتمد في المذهب. Së gjashti, sqaroj mendimin e saktë të pranuar dhe më të përhapur në çdo medhheb në çdo çështje,
Po ashtu përmend edhe mendimet e tjera që nuk janë të pranuara apo të sakta në çdo medhheb. Unë nuk bëj zgjedhje personale e cila është më e forta, por vetëm sqaroj se cili është mendimi më i vlefshëm dhe më i pranuar sipas medhhebeve. Në këtë pikë autori ka për qëllim të thojë që në momentin që ai prezanton mendime të ndryshme për të njëjtën çështje, nuk tregon se çfarë mendimi ka ai vetëm mbi atë çështje, ndërkohë që ai mund të anojë për shembull nga një mendim i caktuar, nga një medhheb. Por se mjaftohet me përmendjen e asaj çfarë vetë medhhebi konsideron si më të saktë në atë çështje. Si të them që unë po flas për mendimin e 4 ose 5 njerëzve të ndryshëm, them i pari mendon kështu, i dyti mendon kështu, i treti mendon kështu e kështu me radhë, por nuk e jap unë opinionin tim se kush mendoj unë që është më e sakta prej këtyre. Këtë metodë ka përdorur autori gjatë prezantimit të këtyre çështjeve. Dhe unë po them paraprakisht që në vijim kur ne ti trajtojmë këtë çështje në mënyrë konkrete, mundet në ndonjë rast të shprehim ndonjë mendim personal, po sërish themi që fjalët e këtyre autorëve dhe dietarëve që ne po marrim në konsiderat janë shumë më me përparësi për t'u marrë përbazë se sa mendimi jon. Më pas. Sabi'an aqumu bit-takhrij al-ahadith allati istadallu biha wa ubayyinu sahihaha min saqimiha. Së shtati, nxjerr dhe verifikoj hadithet që janë përdorur si argument duke sqaruar cilat prej tyre janë të sakta dhe cilat janë të dobta. Më pas, thaminen, dhe kjo është pika e fundit që autori ka përmendur, a'tamidu ala kalam al-Sheikh al-Albani rahimahullah fil ahadith allati kharij as-sahihayn sihhatan wa da'fatan fi jullati al-kitab illam yakun fi kamilihi likay yakuna al-kitabu ala tiratin wahida فكل حديث قلت فيه صحيح أو حسن أو ضعيف فأي حكم عليه معتمد على أحكام الشيخ الألباني. Thot autori, së teti mbështetem në fjalët e Sheikh Albanit, Allahu më mëshiroft, për hadithet që nuk gjenden në dy sahihët, Buhariu dhe Muslimi nën kuptohet, për sa i përket saktësisë ose dobësisë së tyre. Në pjesën më të madhe të librit, madje mund të them në të gjithë librin, që libri të ketë një standard të unifikuar. Kështu çdo hadith për të cilin kam thënë i sakt, i dobët ose i mirë, apo kam dhënë ndonjë gjykim tjetër, burimi im është gjykimi i Sheikh Albanit. Këtu duhet të përmendim diçka në lidhje me Sheikh Albanin. Bëhet fjalë për Muhammed Nasiruddin al-Albani, i cili është prej dietarëve që konsiderohen si bashkohor, ndonse ai ka ndruar jetë tashmë, Allahu më mëshiroft, dhe ka ndruar jetë për afërsisht rreth viteve 2000. Pra, po bën një 2 dekada që ka ndruar jetë, megjithatë është bërë i njohur gjerësisht në botën islame për shkak të kontributit që ka dhënë në fushën e hadithit. Dhe siç mund të kuptohet nga vetë emri, ka qenë me origjinë shqiptare. Dhe kur themi me origjinë shqiptare, madje edhe ka jetuar në Shqipëri. Nëse do të shikojmë biografinë e tij, ka lindur në Shkodër dhe ka qenë nga një familje shkodrane me origjinë të theksuar fetare, pra kanë qenë të përkushtuar ndaj fesë brez pas brezi. E ka pasur gjyshin hoxh dhe nëse zgabojmë edhe myfti në rrethin e Shkodrës në atë kohë. Dhe kanë emigruar familjarisht nga Shqipëria në drejtim të Sirisë në fillim të kohës pas pavarësisë. Pra në momentin që Shqipëria është shkëputur nga shteti Osman, ashtu siç u shkëputën dhe vendet e tjera të Ballkanit dhe u formuan shtetet e reja në këtë tokë që jetojmë sot, në atë kohë ata që ishin më të përkushtuar ndaj fesë e nuhatën rrezikun e genocideve që po ndodhin në atë kohë kundrejt muslimanëve. Dhe duke e pritur që mund të vinin kohëra të vështira për muslimanët në Ballkan, ashtu siç edhe ndodhi realisht dhe sidomos në Shqipëri në veçanti, ata emigruan përpara se të përballeshin me këtë lloj rreziku. Dhe në këtë mënyrë arritën të ruanin fen dhe vazhduan përkushtimin e tyre në fushat e ndryshme të fesë atje ku shkuan. Zgjodhën Sirinë si vendin për të emigruar për shkak se kishte klimë shumë të ngjashme me Shqipërinë dhe për shkak të vlerës së madhe që ka toka e Shamit në besimin e muslimanëve.
u vendos Sheikh Albani me banim në Damask, studioi si fillim me dietarët e vendit dhe më pas ka vazhduar në mënyrë të pavarur duke studiuar lëndën e hadithit dhe duke u thelluar në të dhe duke shkruar libra në të, të cilët janë me vlerë të madhe dhe tek dietarët bashkëkohor që janë gjallë sot e kësaj dite. Dhe shumë prej dietarëve të botës islame konsiderojnë atë referencë në këtë fushë dhe kur citojnë një hadith, thonë për shembull e ka saktësuar apo e ka dobësuar Sheikh Albani dhe kjo konsiderohet si një mbështetje shumë e fortë për ta në këtë çështje. Të njëjtën gjë ka bërë edhe autori i librit dhe thotë që një pjesë e madhe e haditheve janë bazuar në saktësinë e tyre mbi librat e Sheikh Albanit. Më pas thotë në të gjithë librin janë bazuar në të për arsye se nëse do të bazohesha tek dietarë të ndryshëm dhe do t'i analizoja me detaje secilin prej haditheve që përmenden, atëherë libri do të bazohej në metodologji të ndryshme pune dhe kam dashur të ruaj një metodologji të vetme. Për këtë arsye janë bazuar vetëm tek Sheikh Albani nga fillimi deri në fund. Më pas thotë: "Was-sababu alladhi ja'alani a'tamidu 'ala tahqiq Sheikh Al-Albani دون غيره هو عزوه الوحيد الذي له حكم على أغلب أحاديث الأحكام لتحقيقه السنن الأربعة التي عليها مدار الأحكام بعد الصحيحين ولأني لما قمت في البداية بتخريج الحديث بنفسي توسع الأمر جدا فوجدت أن الموسوعة فيها ضعف عما هي عليه الآن وسيخرج عمن وضعت له من بيان الأحكام الفقهية لا الحديثية." Thot autori, arsyeja që më shtyu të mbështetem në vlerësimet e tij dhe jo të tjerëve, është se ai është i vetmi që ka dhënë gjykim për pothuajse të gjitha hadithet e ahkamit në klapa të dispozitave juridike fetare, përmes 4 suneneve në klapa koleksioneve të haditheve që janë bazë dy sahiheve, pra mbas Buhariut dhe Muslimit. Ka për qëllim koleksionin e Tirmidhiut, Abu Daudit, Nesaiut dhe Ibn Majhës, të cilët janë referencë që nga kohët më të vjetra. Kur në fillim nisa t'i verifikoja hadithet vet, puna u zgjerua shumë dhe kuptova se enciklopedia, pra libri, do të bëhej shumë më e madhe dhe më e ngarkuar se ajo çfarë është tani. Pra llogarit ai është me 25 vëllime, mund të dilte për shembull me 100 vëllime, nëse do të trajtohej në atë formë që përmend autori. Ndaj zgjodha të përqendrohem në sqarimin e dispozitave juridike, pra të fikut dhe jo në analizimin e hollësishëm të haditheve. Mirë po fakti që ai ka pasur mundësinë që t'i analizoj të gjitha hadithet tek e tek, kjo tregon për nivelin e lartë të përgatitjes së këtij autori. Më pas thot: "Wa fil khitam ya'lamu Allahu anni qad ijtahadtu fi hadha al-kitab qadra istita'ati wa shammartu an sa'id al-ijtihad wa talabtu min Allah al-ma'una والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد وأستغفر الله تعالى عما يقع لي من الخلل في بعض المسائل فإن الإنسان محل نسيان وأسأل من وقف عليه أن يستر زلتي." Thot, në përfundim, Allahu e di që unë jam përpjekur në këtë libër sa kam pasur mundësi dhe kam bërë çmos për të arritur saktësi. Kam kërkuar nga Allahu ndihmë, drejtim dhe udhëzim në rrugën e drejtë dhe i kërkoj falje atij për çdo lëshim apo gabim që mund të kem bërë në disa çështje, sepse njeriu është i prirur të harrojë. Lut çdo që e lexon këtë vepër të mbuloj gabimet e mia dhe të më fal nëse gjen ndonjë tëmet. Kjo tregon njëkohësisht që këta autor, pavarësisht se janë të një kalibri të jashtëzakonshëm në dituri, në devotshmëri dhe në të gjitha parametrat, mirë po, prap kanë një modesti të jashtëzakonshme. Gjë që duhet ta kemi të gjithë muslimanët pa përjashtim. Më pas, fa inna bida'ati musja wa lastu min ahli hadha al-meydan walakinni mutataffalun ala dhalik.
Lestu min fursan tilka al-masalik wa inni as'alu Allah ta'ala an ya'fuwa an sahaifina ما زل به اللسان أو خل به البيان أو يتقبل وأن يتقبل منا ما سطرناه وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا حتى نتم أن ما كتبناه وما قرأناه اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. Vërtet, malli im është I pakët dhe nuk jam prej dietarëve të kësaj fushë, por jam vetëm një njeri që është futur në të si I ftuar dhe jo si mjeshtër. Nuk jam ndër kalorësit e këtyre rrugëve dhe unë I lutem Allahut të lartësuar të më falë për gjithçka që gjua ime ka gabuar, apo shkrimi im ka lënë mangët, dhe të pranoj nga ne atë që kemi shkruar, duke bërë dëshmi për ne dhe jo kundër nesh, derisa të përfundoj atë që kemi shkruar dhe lexuar. O Allah, Ti ndryshon gjendjet, ndrysho gjendjen tonë në gjendjen duke bërë në gjendjen më të mirë, me fuqinë tënde, o I lartë dhe I madhërisëm. Është ajo që përmendëm më herët në lidhje me modestinë, ndërkohë që ne konsiderojmë atë përkundërzi si dietar shumë të madh. Më pas, وقد انتهيت من هذه الموسوعة في أول العشر من ذي الحجة للعام 1443 من هجرة سيد الأنام محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الموافق 30 جونيو لعام 2022 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنا في هذا الوقت لم أبلغ 40 من عمري فقد بدأت في هذه الموسوعة في بلد مصر المحافظة دمياط الحبيبة وأنا ابن 24 وانتهيت منها في بلدي الثاني تركيا في مدينة إسطنبول وأنا في نهاية عقدي الرابع ومشرف على 40 من عمري فاستغرقت مني ما يقرب من 16 عاما مررت فيها بكل ما يتخيله الإنسان وما لا يتخيل من شقة وتعب وسهر الليالي الطوال ومن فقر وبعد عن الأهل والأوطان والانتقال من مكتبة لأخرى ومن مكان لآخر قل فله الحمد على أن أكرمني بإتمامها على أكمل الوجه فهو وحده العالم كيف حررت تحريرا وكيف نقيت فيها حتى تخرجت متقنة غاية الإتقان في نقل المذاهب المعتمد منها وغير المعتمد. Thot autori, kam përfunduar këtë enciklopedi në ditët e para në 10 ditëshin e parë të muajit Dhul-Hijje, që është muaji i Haxhit, të vitit 1443 sipas hijretit të prisit të njerëzimit Muhamedit birit të Abdillahit, që përkon me datën 30 qershor 2022 sipas lindjes së Mesihut. Në këtë kohë ende nuk i kisha mbushur të 40-tat. Pra më pak se 40 vjeç autori në momentin që ka përfunduar shkrimin e këtij libri, gjë që tregon që ka përfunduar në moshë të re për nga rëndësia dhe vështirësia e përgatitjes së kësaj vepre. E fillova këtë enciklopedi në vendlindjen time në Egjipt, në qarkun e dashur Dumjat, pra është emri I vendlindjes autorit, kur isha në moshën 24 vjeç, pra para 16 vjetësh.
Dhe përfundova në vendin tim të dytë, Turqi, në Stamboll, në qytetin e Stambollit, kur isha në fund të dekadës së 4 të jetës, duke u afruar me të 40-tat. Mu deshën afërsisht 16 vjet për ta përfunduar. Gjatë atyre viteve kalova çdo gjë që mund të përfytyroj njeriu e edhe atë që nuk mund ta përfytyroj, nga lodhja, mundimi, netët e gjata pa gjumë, varfëria, largësia nga familja dhe atdheu, dhe zhvendosja nga një bibliotek në tjetrën e nga një vend në tjetrin. Por lavdi i qoftë Allahut që më nderoi ta përfundoj në mënyrën më të plotë. Vetëm ai e di se sa shumë u mundova për ta shkruar e sa shumë net kalova pa gjumë për ta përgatitur. Doli vepër e ndërtuar me mjeshtri, me saktësi të lartë në përcjelljen e mendimeve të shkollave juridike dhe dallimin mes qëndrimeve të besueshme dhe jo të besueshme të tyre. Më pas, suhuletul ibara wa tafannun fi kayfiyati ard al-mas'ala bihaythu tushalu ala talib al-ilm للاستفادة منها فإن أعلم ما يعانيه من كتب الفقه المقارن من صعوبة وسوء عرض فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمري وأن ينفع بهذه الموسوعة العديد في عامة البلاد وأن يسلك بي سبيل الرشاد وأن يلهمني التوفيق والسداد. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وأتباعه إلى منتهى الإسلام. Lehtësia e shprehjes dhe dëshira për mënyrën e paraqitjes së çështjes janë bërë në mënyrë që t'ia lehtësojmë studentit të dijes përfitimin prej saj. Unë e di mirë se çfarë vështirësish shpërjeton ai që shkruan në fikun krahasues, nga vështirësia e çështjeve dhe mënyra jo e mirë e paraqitjes së tyre, prandaj i kërkoj Allahut të lartësuar që të më bekojë në jetën time, që t'i bëj njerëzit të përfitojnë nga kjo enciklopedi në mbar vendet, që të më udhëheq në rrugën e drejtë dhe të më frymëzojë sukses dhe saktësi. E pas kësaj e lavdëroj dhe i dërgoj salavate zotërisë tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prisit të njerëzimit si dhe familjes së tij dhe shokëve të tij të devotshëm dhe fisnik dhe ndaj pasuesve të tij deri në fund të Islamit, që do thotë deri në ditën e Kiametit. Në lidhje me këtë pjesë të fundit që ka shkruar autori dhe këtu ai e ka mbyllur pjesën e hyrjes në këtë libër, në këtë pjesë ai ka kërkuar prej Allahut, duke qenë se është akoma në një moshë relativisht të re, që Allahu ta bekojë dhe t'i japi atij jetë dhe umër në mënyrë që të kryejë akoma më shumë vepra të mira. Edhe ne gjithashtu duhet të dëshirojmë një jetë të gjatë dhe të mbushur me vepra të mira, të gjitha llojeve, ku dia ka një vend edhe një pozicion shumë të veçantë. Kemi thënë që edukimi ndikon për mirë të gjitha të tjerat nëse realizohet me sukses. Dhe shikojmë shumë prej dietarëve bashkohor, të cilët mund të kenë arritur një moshë të caktuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në fushën e dijes në çfarëdo lloj moshe. Dhe ne e lutim Allahun që Allahu t'ia zgjasë atyre jetën të gjithëve, sepse kemi nevojë për dijen e tyre dhe për analizat e tyre dhe për gjërat që ata na sjellin në secilën prej lëndëve ku ata kontribuojnë. Dhe na dhimbset në çdo rast kur dikush prej tyre largohet nga kjo botë, sepse ne e ndjejmë veten gjithmonë nevojtar për prezencën e tyre. Lutim Allahun që të na bëjë që të kemi gjithmonë dietarë afër me të cilët mund të konsultohemi dhe të cilët i shërbejnë kësaj feje dhe të na bëjë edhe neve në të ardhmen që të jemi prej tyre. I kujtojmë shikuesit tanë që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.